Pandi. Të dashur vëllezër dhe motra, kalamaj do të thosha, arriti dita që ky e kam më të vogël, fakt Zahun, kurse unë të mit i kam mbi 25 vjeç. Dhe normalisht jemi këtu për të thënë me pak fjalë. Ne nuk kemi kundërshtar sot ata të cilët përpiqen të thonë se e kaluara është më e mirë se sa e ardhmja. Ne problemin kryesor e kemi me zgjidhjen e shqetësimeve bazë që ju keni, jo vetëm për shkollën, por edhe për standardet dhe cilësinë e jetës, duke trokitur në dyert e shtëpisë më të madhe dhe më të pasur të botës me emrin Bashkimi Evropian. Jemi një hap afër. E kemi humbur këtë shans kur ne me shokun tim këtu kemi qenë të ri, po në atë kohë, në 96-ën, kryeministër ishte ky që sot është kryetari i opozitës. Pastaj ndodhi 97-a dhe ne të politikës treguam se shpesh jemi një përplasje midis gjysmakësh dhe çrykësh. Dhe ju na shikoni si njerëz të cilët nuk e kuptojmë, po e vërteta është se sot kemi ardhur të themi, ju kuptojmë shumë mirë. Ju kuptojmë shumë mirë dhe kemi një çështje të hapur e cila është të qenit pranë jush. Ne dim shumë mirë që një pjesë e juaja këtu ndjen më të vetmuar. Megjithse ka rrjete sociale, e ndjeni më të shqetësuar për sa i përket ku do shkojmë me shkollën, si do fillojmë një punë e kështu me radhë. Kjo fushat është fushat e detajeve njerëzore, jo e mitingjeve. Unë nuk do e them fjalën buf, mbaje me respekt, më thotë mua, po jemi në plazh, edhe më duket sikur jemi kthyer të dy në një vend që na ngjall kujtime shumë interesante. Jo, mua më kujtohet kur isha lagurisht, të nxorën ata. E tha vetë. Kështu që kur bënim debat me kolegët e PD-s, ju thash, ky u ka mundur edhe kur ishte pa gjë, jo tani që kemi veshur ne.